Vala e peste të nxehtit veror rriti çmimet e energjisë elektrike në Europë me më shumë se 20%, me temperaturat e larta që pritet të kufizojnë më tej prodhimin e energjisë bërthamore në Francë, ndërsa shpejtësia e erës në Gjermani pritet të ngadalësohet. Çmimet e energjisë elektrike në Francë për një ditë më parë u rritën me 21.8% në 142.5 euro megavator, ndërsa kontrata ekuivalente gjermane u rrit me 22.8% në 138.5 euro megavator. Franca mbështetet në energjinë bërthamore për rreth 70% të prodhimit të saj të energjisë. 2 reaktorë bërthamor francez pritet të jenë plotësisht jashtë funksionit për shkak të temperaturave të larta të ujit, ndërsa 4 njësi kanë kufizime të planifikuara. Një reaktor tjetër bërthamor pritet të jetë jashtë funksionit për shkak të niveleve të ulta të lumit. Rregullat franceze kufizojnë sasinë e nxehtësisë që termocentralet mund të shkarkojnë në lumenj për mbrojtjen e mjedisit, duke detyruar reaktorët të ulin prodhimin kur temperaturat e ujit rriten gjatë valëve të nxehtit. Ndërkohë prodhimi gjerman i energjisë nga era pritet të bjerë me 8.1 gigawatt në 4.7 gigawatt, rreth 60% në mesataren për këto kohë të vitit. Valët e të nxehtit kanë tendencë të sjellin më të qetë duke kufizuar prodhimin e erës dhe rritur varësinë nga energjia me gaz, e cila është gjithnjë e më kushtueshme për shkak të ndërprerjeve të vazhdueshme në ngushticën e Hormuzit. Varësia në rritje e Gjermanisë nga era dhe energjia diellore ka zëvendësuar gazin dhe qymyrin, kështu që kur shpejtësia e erës bie, vendi duhet të rrisë kapacitetin e turbinave me gaz për të mbushur boshllëkun. Vala e të nxehtit do të rrisë gjithashtu kërkesën për energji, ndërsa njerëzit do të ndezin ventilatorët dhe kondicionerët, duke ushtruar më shumë presion mbi çmimet. Pritet që temperaturat të vazhdojnë të rritet në ditët në vijim, duke arritur nga 35 deri në 39 gradë Celsius në shumicën e rajoneve, por mund të fillojnë të bijnë gjatë fundjavës së ardhshme.